po të thosha se gjëja më e fuqishme që mund të bësh tani është të mos bësh asgjë, as mesazhe, as telefonata, as shpjegime nate që gjithsesi mbeten të padëgjuara. Vetëm një vendim i qetë dhe pa pritur gjithçka ndryshon. Sepse heshtja, kur vjen nga vetë respekti, nuk tingëllon bosh ajo kumbon. Nuk është mungesa e zhurmës ajo që e prek, por ajo që ndodh brenda asaj heshtjeje. Ai pret që ti të presësh, të kontaktosh, të mbushësh boshllëkun. Por ti nuk e bën. Ti zhvillohesh, ti ndryshon, dhe kur ti ndryshon, gjithçka rreth teje fillon të riorganizohet. Kur ai kërkon vëmendjen tënde dhe gjen vetëm qetësi, kjo e trondi. Kur ai pret një mesazh tjetër dhe gjen vetëm heshtje, kjo i lëkun themelet sepse ti ke ndaluar së ushqyeri egon e tij. Ti ndalon së dhëni vërtetim emocional atje ku nuk ka përpjekje emocionale. Ti ndalon së ndjekuri qartësinë tek dikush që përfiton nga konfuzioni yt. Ky tërheqje e qetë, kjo riorganizim i nënkuptuar është hapi më i fuqishëm që do të bësh ndonjëherë. Ti nuk je e ftohtë, ti nuk je manipuluese. Thjesht ke mbaruar me pritjen, dhe pikërisht kjo të bën të paharrueshme. Sepse kur një grua ndalon së rrotulluari rreth pasigurisë së një burri, ajo bëhet misteri që ai nuk mund ta zgjidhë. Në heshtje qëndron një fuqi e veçantë, ajo lloj që nuk shpallet, por rrezaton. Ti nuk ke nevojë të provosh vlerën tënde. Ti e mishëron atë. Pa fjalë, pa dram, vetëm heshtje dhe vetë respekt. Kjo është ajo që ai kur nuk e kishte pritur, dhe kjo është ajo që ai kur nuk do ta harrojë. Carl Jung dikur tha, derisa ta bësh të pavetëdijshmen të vetëdijshme, ajo do të drejtojë jetën tënde dhe ti do ta quash fat. Pikërisht kjo ndodh kur ti ndalon së reaguar. Heshtja jote e detyron atë të përballet me të pavetëdijshmen e tij, me atë pjesë brenda tij që të mori si të mirëqen, që mendoj se do të ishe gjithmonë aty. Mungesa jote bëhet pasqyra që ja reflekton sjelljen, por heshtja vet nuk është sekreti. E rëndësishme është ajo që ti bën gjatë asaj heshtjeje, sepse ka një dallim mes pritjes së heshtur dhe rritjes së heshtur. Kur ti hesht dhe njëkohësisht ngrihesh, kur energjia jote kalon nga të ndjekësh në të krijosh, nga të pëlqejesh në të shpalosesh, atëherë heshtja bëhet shurdhuese. Ai nuk vëren vetëm që ti nuk kontaktosh, ai ndjen boshllëkun e mungesës tënde. Jo si ndëshkim, por si kontrast. Kontrasti është zgjimi më i fuqishëm psikologjik që ekziston. Kur dikush është mësuar me akses të vazhdueshëm në ngrohtësinë tënde, në mesazhet, në kujdesin tënd dhe pa pritur ky ritëm ndalet, atëherë heshtja bëhet më e zhurmshme se çdo përballje. Heshtja pas vazhdimësisë është si drita pas errësirës. Ajo tregon gjithçka. Ai do të shikoj profilin tënd, do të rishikoj mesazhet e vjetra, do të kërkoj shenja që ti ende e mendon. Sepse ai nuk të mungon thjesht nga që ti hesht, ai të mungon kur ti vërtet je larg. Kur ai e kupton se energjia jote është kthyer nga pritja në largim. Dhe pikërisht ky është ndryshimi vendimtar. Pritja të mban emocionalisht të burgosur. Largimi të çliron. Fillimisht, ai ndoshta nuk do ta kuptojë. Ndoshta do ta marrë heshtjen tënde si një lojë, por me kalimin e kohës, e vërteta del në dritë. Ditët kalojnë, ndoshta javë, dhe në hapësirën ku dikur jetonte vërtetimi yt, rritet diçka e re, vetëdia. Pyetja futet tinës, a e humba atë? E bukura e heshtjes tënde është se ajo nuk kërkon të kuptohet. Ajo nuk ndjek shpjegime. Ajo thjesht ekziston e qetë, e fortë dhe e palëkundur. Sepse paqja nuk lutet. Kjo është ajo që shumë nuk e kuptojnë. Në momentin kur ndalon së shpjeguari vlerën tënde, fillon ta mishërosh atë. Çdo mesazh që nuk e dërgon bëhet një kufi që formohet. Çdo telefonat që nuk e bën është një pjesë e energjisë tënde që kthehet te ti. Çdo herë që i reziston tundimit ta kujtosh se çfarë ka humbur, ti e kujton veten për atë që meriton. Ndoshta mendon se ai nuk e vëren, por e vëren. Ndoshta jo me vetëdije, ndoshta jo me njëherë, por mendja ndjen mungesën ashtu si mushkërit ndjejnë mungesën e ajrit. Ai ndjen çfarë mungon. Ai mallëngjehet për atë që dikur ishte e zakonshme. Dhe ajo që e ndjek më shumë nuk është heshtja jote, por shkëlqimi yt.
sepse jeta jote vazhdon. Ti ndriçon, ti qesh, ti rritesh. Nuk je më figurë dytësore në historinë e ti, por përsëri roli kryesor në tënden. Ky ndryshim nga emocionalisht e disponueshme në sovranisht e paanshme ndryshon gjithçka. Ai e detyron të përballet me të vërtetën. Ti nuk ke qenë kurrë e zëvendësueshme. Butësia jote nuk ishte dobësi, ishte bujari. Qëndrueshmëria jote nuk ishte dëshpërim, ishte dashuri. Dhe ja ironia, sa më shumë të heshtësh, aq më fort kumbon vlera jote në kujtimet e tij. Heshtja nuk të zhduk, ajo e thekson mungesën tënde, por mos e ngatëro me një taktik. Nuk bëhet fjalë ta bësh të mungoj. Bëhet fjalë të rigjesh veten. Bëhet fjalë të kujtosh se paqja nuk gjendet në përgjigjet e tij, por në përmbajtjen tënde. Se qartësia nuk lind kur kërkon mbyllje, por kur pranon atë që është tashmë e dukshme. Ti ndalon së kontrolluari telefonin çdo pak minuta. Ndalon së hartuarit mesazhe që kur nuk do t'i dërgosh. E mbush mëngjesin me lëvizje, netët me qetësi. Fillon ta gjesh ritmin e jetës tënde përsëri ashtu siç ishte, para se të rrotullohesh rreth pasigurisë së tij. Ky është ndriçimi i vërtet, jo fotot e filtruara apo trupi i hakmarrjes, por ndryshimi i energjisë, qetësia e brendshme e dikujt që nuk ka më asgjë për të provuar. Ti nuk e luan forcën, ti e jeton atë. Dhe ndërsa shërohesh, ndodh diçka e papritur. Ai kujtohet jo vetëm për ty, por për ndjenjen e të qenit pranë teje. Ngrohtësinë, të qeshurat, qetësinë. Dhe ai kupton, nuk ishte diçka që ka çdo grua. Ishte ti, por deri atëherë, heshtja jote është bërë më shumë se distancë, është shndërrim. Heshtja që dikur ndihej si humbje, tani ndihet si çlirim. Sepse më në fund e kupton se vëmendja nuk është dashuri dhe heshtja nuk është ndëshkim, por mbrojtje. Ti nuk je e paarritshme për t'i dhënë atij një mësim. Je e paarritshme sepse je rritur përtej versionit të vetes që toleronte pasigurinë. Nuk pret më gjysmë përpjekje. Ti ecën drejt tërësisë, dhe pastaj vjen një formë e qetë paqeje. Nuk ke nevojë të dish nëse ai mendon për ty, përgjigjja nuk e ndryshon vlerën tënde. Nuk ke nevojë të përgatitesh fjalë në rast se ai të kontakton, ti tashmë i ke thënë ato, përmes mungesës sate. Aty fillon forca e vërtet emocionale. Ajo nuk qëndron në të pasurit e fjalës së fundit, por në moskërkimin e saj më. Jo në të qenit e kujtuar, por në të qenit e lirë. Heshtja nuk është bosh. Ajo është e mbushur me vetë respekt, reflektim dhe rilindje. Sepse ajo që dikur dukej si refuzim, në të vërtet është një riorientim. Ti nuk e humbet atë. Ti e gjen veten. Dhe këtë ai kur nuk do ta kuptoj plotësisht. Ti nuk je zhdukur që ta bësh të kërkoj. Ti je zhdukur sepse më në fund e ke gjetur veten. Ky është momenti kur energjia jote ndryshon nga mall për jetën, nga nevojë për siguri, nga shpresë për shërim. Ky është momenti kur heshtja bëhet fuqi. Kur më në fund bën një hap pas dhe ndalon së rrotulluari rreth botës së tij, fillon të ndodhë diçka e papritur. Fillon të kuptosh se forca e vërtet nuk qëndron në kontroll, por në qartësi. Në kuptimin se paqja jote nuk është për tu negociuar, dhe se prania jote është një privilegj, jo një dhuratë që mund të trajtohet lehtë. Dhe kur ai kupton se ti nuk rrotullohesh më rreth energjisë së tij, ai nuk ndjen vetëm mungesën tënde, ai ndjen peshën e asaj që ka humbur. Çelësi i këtij ndryshimi nuk qëndron vetëm në heshtje, por në atë që bën gjatë heshtjes sate. Në mënyrën si jeta jote mbushet sërish me kuptim, gëzim dhe lëvizje pa e pasur atë në qendër. Ti ndalon së numëruari orët derisa ai të shkruajë. Ndalon së analizuar çdo fjalë, çdo ton, çdo pushim. Në vend të kësaj, e mbush kohën tënde me gjëra që të gjallërojnë, libra që ushqejnë mendjen tënde, muzikë që prek shpirtin tënd, lëvizje që të kujton forcën tënde dhe të qeshura që të kujtojnë dritën tënde. Burrat janë mësuar të marrin vëmendje. Ata janë të kushtëzuar për këtë. Janë ushqyer me vërtetim emocional si me një rrjet sigurie. Dhe kur ky rrjet zhduket, ata e ndjejnë. Jo sepse papritur kuptojnë vlerën tënde, por sepse rehati që ata e merrnin si të mirëqen është zhdukur.
Kjo boshllëk, dikur e mbushur me energjinë tënde, tashmë kumbon bosh. Dhe pikërisht atëherë futen momentet e para të pendesës. Por këtu ndodh zhvendosja vendimtare. Ai nuk ndjen vetëm humbje, ai fillon të pyes: a e kam njohur vërtet ndonjëherë? A e mora si të mirëqen? A isha i verbër ndaj pranisë së saj? Këto pyetje janë fuqia e mungesës. Në momentin kur energjia jote nuk është më e disponueshme, ai fillon të përsërisë momentet, të rindërtoj bisedat, të zgjidhë një enigmë pjesët e së cilës i ka humbur. Prandaj largimi është më i fuqishëm se pritja. Pritja është pasive. Pritja niset nga supozimi se mungesa jote do të detyrojë një ndërgjegjësim. Largimi nuk pret asgjë sepse largimi nuk ka të bëjë me të, ka të bëjë me ty. Largimi është vendimi për të mos sakrifikuar më paqen tënde për thërrime vëmendjeje. Është kuptimi se jeta jote është shumë e vlefshme për t'u mbajtur peng nga pasiguria ose mospërputhja. Carl Jung tha: privilegji i një jete është të bëhesh ajo që je me të vërtetë. Pikërisht ky është largimi. Ti nuk e negocion më vlerën tënde për rehatin e dikujt tjetër. Nuk je më e lidhur me tekat e tij, nuk pret më për njohje që ndoshta nuk do të vijë kurrë. Ti bëhesh vetvetja plotësisht, pa ndjesë dhe në mënyrë të pakthyeshme. Dhe ndërsa e bën këtë, ndodh diçka e çuditshme. Ai fillon të vërejë detaje që kurrë nuk i kishte vënë re. Qetësinë e butë që tani buron prej teje. Lehtësinë në buzëqeshjen tënde. Rezatimin e butë të një njeriu që nuk ka më nevojë për vërtetim. Ai e sheh, ai e ndjen edhe nëse nuk di ta shpjegoj. Ai kalon nëpër postimet e tua, përpiqet ta deshifrojë jetën tënde, por nuk mund të ecë hap pas versionit tënd që tashmë ka ecur përpara. Këtu fillon ndryshimi psikologjik. Heshtja e vetme mund të kuptohet si mosinteres ose si lojë. Por heshtja, e kombinuar me rritje të dukshme, zhvillim dhe gëzim, kjo është magnetike. Kjo shkakton në të një shqetësim të brendshëm që ai nuk mund ta injorojë. E detyron në vetëreflektim. E detyron të përballet me të vërtetën. Versioni yt tek i cili ai mbështetej nuk ekziston më dhe ndoshta nuk do të ekzistojë kurrë më. Nuk ka të bëjë me manipulim, as me hakmarrje. Ka të bëjë me të vërtetën. Ka të bëjë me t'i vënë përballë një realiteti që ai nuk donte ta shihte, se dashuria, vëmendja dhe kujdesi nuk janë detyrime por dhurata. Dhe kur këto dhurata tërhiqen, jo nga inati, por nga vetërespekti, atëherë ndërgjegjësimi godet më fort se çdo mesazh. Mund të mendosh se kjo është mizore, por nuk është mizore, është shëruese. Ajo shëron energjinë tënde, kohën tënde, forcën tënde emocionale. Ajo e kthen vëmendjen tënde përsëri tek jeta jote, kuptimi yt, rritja jote. Dhe këtu qëndron pika vendimtare. Kur ndalon së përformuari për egon e dikujt tjetër, ti e rikthen fuqinë tënde. Ndalon së zvogëluari veten për t'u përshtatur me hapësirën që ai të lejoj. Ti rritesh në jetën që është caktuar për ty. Gjatë këtij procesi vëren ndryshime të tjera të qeta, por të thella. Mëngjeset e tua bëhen më të lehta, netët më të qeta, mendimet më të kthjellta. Nuk je më e burgosur në pritje ose zhgënjim. Dhe në këtë hapësirë vetbesimi rritet në mënyrë natyrale. Nuk ke më nevojë të tregosh forcë, ti je bërë vetë forca. Dhe po, ai do ta vërë re. Ai do ta ndjej para se ta pranoj. Ai do të kujtoj të gjitha gjërat e vogla tek të cilat mbështetej tek ti dhe papritur ato nuk janë më. Zhvillimi yt i heshtur ekspozon çdo boshllëk që ai la pas pa kujdes. Çdo moment kur ai mendonte se do të ishe gjithmonë aty. Pastaj fillon një lloj tjetër fiksimi, jo i sëmur, por ai që lind nga ndërgjegjësimi dhe mallëngjimi. Ai luan bisedat në mendjen e tij, analizon fjalët e tua, përpiqet të kuptojë atë që dikur e kishte anashkaluar. Nuk është hakmarrje, është ndërgjegjësimi i tij i vonuar. Sepse ky ndërgjegjësim ka peshë, ai bazohet në të vërtetën, jo në lojra. Të largohesh, të zgjedhësh jetën tënde, nuk ndodh brenda natës. Nuk është një veprim i vetëm, por një sër vendimesh. Çdo herë që përmbahesh, çdo herë që zgjedh rritjen në vend të shpjegimit, ti forcon kufit e tu.
Çdo herë që e investon energjinë tënde tek vetja, në vend të miratimit të tij, krijon një version të vetes që bëhet i paprekshëm. Dhe këtu qëndron paradoksi. Në momentin që ndalon së dashuri ta bësh atë të vërë re, ai fillon vërtet të vërë re, sepse mungesa ka pasoja. Ajo zbulon modele, nxjerr të vërteta në pa dhe shfaq investime që ai dikur i mori si të mirëqena. Ai fillon të vërë në dyshim gjithçka, vendimet e tij, supozimet e tij, kuptimin e tij për vlerën tënde. Dhe ti qëndron e qetë, jo sepse nuk ndjen, por sepse ke arritur në fuqinë tënde të brendshme. Nuk ke nevojë për përgjigje që të ndihesh e plotë. Nuk ke nevojë për perceptim që të konfirmosh vlerën tënde. Fokusi yt është në jetën tënde, në atë që të ushqen, jo në atë që të shtëron. Dhe aty qëndron dallimi. Në botën e tij, mungesa jote krijon boshllëk. Në botën tënde, prania jote krijon një univers. Njëra është kaos, tjetra është qartësi. Dhe sa më shumë që e jeton plotësisht jetën tënde, aq më e pamundur bëhet për të injoroj. Sepse e vërteta është, asnjë burr nuk bie në dashuri me një grua që është gjithmonë e disponueshme. Ai bie në dashuri me atë që ndalon së rrotulluari që e tërheq energjinë e saj nga orbita e tij dhe ngjitet më lart, pa u kthyer pas. Ky lloj fiksimi nuk është i inskenuar, ai lind vetvetiu. Rritet nga vetëdijësimi për atë që ai e mori si të mirëqen dhe tani nuk mund ta arrijë më. Ndërsa ai përballet me këtë humbje, ti lulëzon. I rikthen mëngjeset, netët, energjinë tënde. Investon në pasionet, miqësitë, qëllimet e tua. Gjem përsëri ritmin tënd, gëzimin tënd, vetbesimin tënd. Dhe në këtë rimarrje të vetes, arrin diçka që shumica nuk e arrin kur, vetë mjaftueshmëri. Sepse kur një grua mëson të jetë e plot pa miratim të jashtëm, ajo bëhet magnetike në një mënyrë që fjalët nuk mund ta përshkruajnë. Nuk ka nevojë për drama që të provojë vlerën e saj. Nuk ka nevojë për debate që të marrë vëmendje. Ajo thjesht ekziston dhe në këtë ekzistencë krijon një hapësirë që është njëkohësisht e paprekshme, e pashmangshme dhe e paharrueshme. Carl Jung na kujtoi: unë nuk jam ajo që më ka ndodhur. Unë jam ajo që zgjedh të jem. Të largohesh, të zgjedhësh veten, të zgjedhësh rritjen në vend të dhimbjes, kjo është pikërisht ajo. Një vendim i vetëdijshëm për identitet përtej rrethanave, varësisë apo miratimit të tij. Dhe kjo, më shumë se çdo mesazh, çdo debat apo çdo shpjegim, ndryshon gjithçka. Kur hyn plotësisht në jetën tënde, fillon shndërrimi i vërtetë. Jo në gjeste dramatike, jo në biseda të vona nate apo mesazhe të dëshpëruara, por në sigurinë e qetë të një gruaje që ka vendosur se paqja e saj është më e rëndësishme se gjithçka që mund të provojë. Ky është ndryshimi nga reagimi në magnetizëm, nga disponueshmëria në vetëmjaftueshmëri, nga shpresa në dije. Kur ndalon së rrotulluari rreth pasigurisë së tij, ai fillon të ndjejë një boshllëk atje ku dikur ishte energjia jote. Ky boshllëk nuk është thjesht mungesë, është zbulim. E detyron të përballet me atë që kur nuk donte të shihte, sa kohë që ishe aty, me gjithë përmasën e asaj që mori si të mirëqen. Pa pritur gjithçka që ai kishte anashkaluar, të qeshurat e tua, rritjen tënde, qetësinë, gëzimin bëhen të prekshme, pothuajse dhimbshëm të dukshme. Dhe gjëja më shqetësuese nga të gjitha është, ti nuk ke nevojë ta shpjegosh asnjërin prej tyre. Asnjë tekst, asnjë mesazh zanor, asnjë aluzion i fshehtë. Jeta jote flet vetë dhe thot më shumë se fjalët mund të thonë ndonjëherë. Sepse fuqia e vërtetë e heshtjes nuk qëndron në përmbajtje, por në drejtim. Kur ai është mësuar ta marrë vëmendjen tënde pa përpjekje, tërheqja jote e detyron ta ndjejë jetën pa ngrohtësinë e pranisë tënde. Dhe nëse ka pasur ndonjëherë lidhje të vërtetë, nëse ka ndjerë ndonjëherë vërtet, atëherë kjo mungesë është tektonike. Ajo trondi themelet e rehatisë së tij që ai kishte ndërtuar mbi qëndrueshmërinë tënde. Rehatia që ai dikur e mori si të mirëqen bëhet një jehon që e ndjek. Dhe këtu qëndron e vërteta që pak kush e thot me zë të lartë: ti nuk e bën këtë për ta ndëshkuar. Ti e bën për të nderuar veten.
ti e përfundon ciklin e pritjeve dhe zhgënjimeve, sepse ke kuptuar diçka thelbësore, energjia jote është e kufizuar, dhe ajo meriton të investohet atje ku kthehet mbrapsht. Kur e drejtosh atë tek vetja, në rritjen tënde, gëzimin tënd, jetën tënde, ti nuk je më një figurë dytësore në historinë e dikujt tjetër. Ti bëhesh roli kryesor në tënden. Në fillim është mezi e ndjeshme. Dita e parë kur nuk kontrollon telefonin pa pushim. Nata e parë kur bie në gjumë pa e riparë bisedën e fundit. Mëngjesi i parë kur mezi pret jetën tënde, në vend që të kesh frikë nga reagimi i tij. Këto momente të vogla, të qeta, grumbullohen. Ato bëhen një forcë që nuk mund të shpërfillet më. Nuk je më e lidhur me pasigurinë e tij, je e rrënjosur në qartësinë tënde. Dhe ndërsa lulëzon, ai fillon të ndjejë shqetësimin e veprimeve të veta. Mendja njerëzore e duron keq mungesën, ajo e mbush me pyetje, dyshime, kujtime. Çdo bisedë, çdo të qeshur, çdo mesazh përsëritet në mendjen e tij tani pa kontekst, i ngjyrosur nga boshllëku i mungesës sate. Dhe me këtë përsëritje vjen vetëdijësimi. Ai nuk ka humbur vetëm një grua që kujdesej. Ai ka humbur një pjesë të vetvetes, atë pjesë që ekzistonte vetëm për aq kohë sa pasqyrohej në vëmendjen, në konfirmimin, në praninë tënde. Por këtu qëndron e vërteta e heshtur, pothuajse poetike. Sa më shumë hesht ti, aq më e pashmangshme bëhet prania jote. Ti nuk ndjek më, nuk shpjegon më, nuk përpiqesh më të dukesh. Dhe pikërisht në këtë gjendje të zotërimit të vetvetes, ti bëhesh e papërmbajtshme. Shumë njerëz e ngatërojnë kaosin dhe dramën me fuqinë, por fuqia e vërtet është qetësia. Ajo është pohimi i heshtur i vlerës tënde. Deklarata e pashprehur, unë nuk jam e mirëqen. Çdo histori që poston, çdo foto që ndan, çdo moment i dukshëm i rritjes tënde, e gjitha kjo nuk ka të bëjë me të, por me ty. Dhe megjithatë ai e ndjen sikur është një mesazh drejtuar atij. Ky është paradoksi mes mungesës dhe ngritjes. Ti je plotësisht e zënë me veten tënde dhe megjithatë mungesa jote kumbon në mendjen e tij më fort se çdo mesazh. Kur ai fillon të ndjej peshën e kësaj mungese, vijnë së pari hutimi dhe reflektimi. Ai fillon të dyshoj, të analizoj, të pyes veten. A e gjykova gabim? A e mora si të mirëqen? A e pash ndonjëherë vërtet? Dhe pikërisht atëherë futet pendesa, jo ajo e lehtë, e lindur nga faji, por ajo e vërteta, që shfaqet kur realiteti e godet. Kur ai e kupton se ka humbur diçka të rrallë, të pasvendësueshme, diçka që nuk mund ta rikthejë me asnjë mesazh apo gest. Heshtja jote nuk është vakum. Ajo është prani aktive. Ajo e detyron përballjen me realitetin. Nuk është pasive, është e vetëdijshme dhe thellësisht transformuese, jo vetëm për të, por edhe për ty. Sepse çdo herë që i reziston dëshirës për t'u kontaktuar, çdo herë që vendos paqen mbi nevojën për shpjegim, ti rikthen një pjesë të vetes, atë pjesë që e kishe humbur në zakonin e vazhdueshëm të disponueshmërisë. Carl Jung tha, unë nuk jam ajo që më ka ndodhur. Unë jam ajo që zgjedh të jem. Pikërisht këtë mishëron ti, kur largohesh, zgjedh veten dhe përqafon jetën tënde. Është një akt i vetëdijshëm vetë përcaktimi, një refuzim për t'u përcaktuar nga pasiguria, neglizhenca apo mospërputhja e dikujt tjetër. Ti e përcakton vlerën tënde sipas standardeve të tua. Ndërton jetën tënde rreth gëzimit tënd, jo rreth miratimit të dikujt tjetër. Dhe ndërsa jeta jote rritet, vetbesimi yt rrezaton. Nuk mat më asnjë përvojë sipas reagimit të tij. Nuk analizon më vonesat, as thirrjet e humbura. Jeton në ritmin tënd, në hapësirën tënde, në dritën tënde. Dhe pikërisht atëherë ai fillon të ndjejë efektin e vërtetë të mungesës sate. Sepse prania pa varësi është forma më e fortë e tërheqjes që ekziston. Ai fillon të vërejë boshllëqet fillimisht në mënyrë të padukshme, pastaj dhimbshëm të qarta. Rutinat që ti i mbushe janë bosh. Bisedat që dikur rridhnin lehtë, tani kërkojnë përpjekje. Ai nuk ishte mësuar të jepte, dhe ndërsa në mungesën tënde kërkon kuptim, e kupton. Nuk ka humbur vetëm ty.
ka humbur jetën që ekzistonte për aq kohë sa ti ishe plotësisht e pranishme, e gatshme dhe e përkushtuar. Por këtu qëndron çlirimi i thellë. Fuqia jote nuk varet nga fakti nëse ai e kupton. Nuk ke nevojë që ai të vërë re, të pendohet apo të ndjekë. Fuqia jote ekziston në mënyrë të pavarur e rrënjosur në qartësinë tënde, në rritjen, në gëzimin tënd. Nuk je më e lidhur me pritjen e njohjes. Je e lirë plotësisht, pa kushte dhe në mënyrë të pakthyeshme. Dhe pikërisht kjo liri e frikson atë. Jo sepse ke thënë diçka, por sepse je bërë e pakapshme. Ai nuk mund të mbështetet më në pranim tënde si rrjet sigurie. Nuk mund të presë më konfirmim automatik, vëmendje të vazhdueshme, apo durimin tënd të butë. Ai mbetet vetëm me jehonën e mungesës sate me boshllokun e një gruaje që më në fund ka zgjedhur veten dhe me pyetjen e parehatshme, po sikur të mos kthehet kurrë më, të largohesh, të hysh në jetën tënde, të ruash heshtjen dhe të ushqesh rritjen tënde, nuk është ndëshkim. Është e vërtetë, është qartësi, është vetë respekt, dhe është mënyra e vetme për të krijuar një ndryshim që është i përhershëm dhe i pashmangshëm. Çdo vendim për të investuar në veten, për të u përqendruar në gëzimin tënd, për të ndaluar së reaguarit ndërton një prani që nuk mund të fshihet, të injorohet apo të zëvendësohet. Kjo prani e qetë, e sigurt, e palëkundur është prova përfundimtare e vlerës tënde. Sepse kur ndalon së rrotulluari rreth ti dhe fillon të rrotullohesh rreth vetes, diçka ndryshon në thelb. Bëhesh e shkëputur, e patundur, e paharrueshme. Nuk ekziston më si reagim ndaj energjisë së dikujt tjetër, por në harmoni të plot me tënden. Dhe kjo harmoni, kjo gravitet i brendshëm, është i papërballueshëm. E vërteta e fundit e këtij udhëtimi është e thjeshtë, por shpesh e anashkaluar. Kur e rikthen veten, energjinë, vëmendjen dhe kohën tënde, dinamika ndryshon plotësisht. Jo përmes manipulimit, jo përmes lojrave, por përmes përputhjes. Ti nuk ekziston më për të mbushur boshllëqet e dikujt tjetër. Ti ekziston për të hyrë plotësisht në jetën tënde. Dhe kjo rritje është ngjitse, magnetike, e dallueshme. Kur ai e vëren për herë të parë mungesën tënde, do të ndjej panik, hutim, ndoshta edhe zemërim. Por të gjitha këto janë pasqyra të modeleve të ti, jo matje e vlerës sate. Ti nuk je larguar për të krijuar parehati. Je larguar për të nderuar qartësinë. Dhe ky ndryshim midis reagimit dhe autenticitetit, midis varësisë dhe vetvendosjes është gjithçka. Të largohesh, të zgjedhësh jetën tënde, të përqafosh heshtjen dhe vetë rritjen, nuk është akt pasiv, është qëllim. Çdo herë që nuk kontaktosh, çdo herë që heq dorë nga shpjegimet, çdo herë që ndalon së ndjekuri, forcon një kufi që dikur e kishe dorëzuar. Me çdo kufi të forcuar, prania jote bëhet një mësim dhe një zbulesë. Ai luan në mendje bisedat e vjetra, kërkon për atë që kishte injoruar, kupton se ajo që dikur i dukej e zakonshme, tani ka kuptim të thellë. Ajo që shumë nuk e kuptojnë, mungesa nuk është thjesht heqje e vëmendjes. Ajo është krijim hapësire. Hapësirë për reflektim, për qartësi, për vetdije. Por kjo hapësirë funksionon vetëm nëse nuk e mbush me shpresë se ai do të vërë re, por me jetën tënde, me gëzimin tënd, me rritjen tënde. Kur e mbush botën tënde me veten, mungesa bëhet fuqi. Çdo mëngjes pa frikë nga reagimi i tij, çdo mbrëmje pa përsëritje të fjalëve të tij, çdo orë që e investon në veten tënde, e gjitha kjo grumbullohet. Prania jote në jetën tënde bëhet e pashmangshme. Heshtja jote bëhet e padurueshme në intensitet. Qetësia jote, lindur nga vetë respekti, bëhet më magnetike se çdo fjalë. Ndërsa ndërtuar, rritesh dhe e rimer veten, ai mbetet pas përballë humbjes së rehatisë, vëmendjes dhe durimit që nuk i vlerësoi kurrë. Çdo mesazh i padërguar, çdo telefonat e pabër, çdo herë që përmbahesh, bëhet një pasqyrë e mosveprimit të tij. Dhe sa më shumë ta kuptoj këtë, aq më e rëndë bëhet pesha e humbjes së tij. Por njoja më e rëndësishme mbetet, nuk kishte të bënte kurrë me të. Ka të bëj me ty. Ti nuk e përdor heshtjen për të nxitur një reagim, e përdor për të jetuar jetën tënde.
Nuk je më e lidhur me pasigurinë e vëmendjes së dikujt tjetër, dhe pikërisht kjo pavarësi është forma më e pastër e lirisë. Carl Jung tha, takimi i dy personaliteteve është si kontakti i dy substancave kimike. Nëse ndodh një reagim, të dy transformohen. Ky transformim ndodh në heshtje, jo sepse përpiqesh ta ndryshosh atë, por sepse zhvillimi yt është i pashmangshëm. Prania jote edhe në mungesë ndryshon energjinë që dikur përcaktonte marrëdhënien tuaj. Je bërë një forcë që ai nuk mund ta kontrollojë, një jetë që ai nuk mund ta mbajë, një prani që ai nuk mund ta rikthejë me fjalë apo me gjeste. Ndërsa ditët e tua mbushen me lidhje të vërtetë, kuptim dhe gëzim, ai vëren më shumë se thjesht mungesën. Ai vëren ndryshimin, vëren sigurinë e qetë që rrezaton prej teje, vëren ritmin e një jete që lëviz e pavarur nga miratimi i tij. Dhe me këtë vetëdijësim ndodh diçka e thellë. Ai fillon të pyes veten çfarë ka humbur, jo për të rifituar kontrollin, por sepse nuk mund ta pajtojë më mungesën tënde me imazhin e gruas që dikur e mendonte të pandryshueshme. Të largohesh, të zgjedhësh veten, të jesh njëkohësisht e qetë dhe e gjallë është një akt radikal. Ai shkatëron pritshmëritë, thyen ciklet, i jep fund modeleve të vjetra. I tregon atij se ti nuk je më e negociueshme, nuk je më e disponueshme për përpjekje të gjysmuara, nuk je më e lidhur me pasiguri, dhe në këtë ndryshim ndodh diçka e jashtëzakonshme, bëhesh e paharrueshme. Jo sepse e ke qëllim, por sepse më në fund ke ndaluar se qeni diçka tjetër përveç vetes. Brilanca e fshehtë e kësaj gjendjeje qëndron në faktin se ajo nuk shkakton fiksim përmes dramës apo manipulimit, por përmes autenticitetit, përmes pranisë, përmes përputhjes. Sepse kur një grua e njeh vlerën e saj aq thellë sa nuk ja lë në dorë askujt që nuk e çmon, ajo bëhet e papërmbajtshme. Jo në mënyrën e tundimit, por në mënyrën e së vërtetës. Mungesa jote bëhet pasqyra që i tregon atij vendimet, boshllëqet dhe kontradiktat e veta. Sa më shumë që ti investon në jetën tënde, aq më qartë ai ndjen çfarë mungon. Por vëmendja jote nuk i takon më. Energjia jote nuk është më një opsion. Gëzimi yt nuk varet më nga perceptimi i tij. Dhe ky është momenti i vërtetë i kthesës, momenti kur paqja jote bëhet e panegociueshme. Momenti kur jeta jote vazhdon pa pasur nevojë për leje apo miratim. Ky është çasti kur loja përfundon jo me zhurmë, por me qartësi. Nuk ke nevojë të shkruash mesazhe, të bësh telefonata, të japësh shpjegime. Nuk ke nevojë të justifikosh kufit apo vendimet e tua. Nuk ke pse të arsyetosh mungesën tënde. Jeta jote e jetuar, e përvetësuar, plotësisht e jotja, është shpjegim i mjaftueshëm. Ajo është dëshmi, dhe kjo dëshmi është e pamundur të mos vërehet. Forca e heshtur që ti kultivon është ngjitse. Ajo tërheq njerëzit në mënyrë natyrale. Ajo kërkon respekt pa e kërkuar me fjalë. Ajo tërheq vëmendje pa e kërkuar. Dhe ajo bazohet në një të vërtetë të thjeshtë. Vlera jote është e lindur, jo e kushtëzuar. Ajo nuk varet nga njohja e tij, nga kthimi i ndjenjave apo nga miratimi i tij. Ajo ekziston më vete e patundur, e padiskutueshme, transformuese. Dhe në fund, gjëja më e fuqishme që mund të bësh është asgjë. Jo në kuptimin e boshllëkut, por në kuptimin e pranisë brenda mungesës. Asnjë mesazh, asnjë telefonat, asnjë shpjegim, vetëm jetë, rritje, qartësi. Kjo është mesazhi yt, kjo është fuqia jote. Kjo është heshtja që flet më fort se çdo fjalë. Sepse gruaja që zgjedh veten, që përqafon rritjen e saj dhe hyn në jetën e vet me besim të palëkundur, nuk është vetëm e paharrueshme, ajo është e paprekshme. Dhe ai që nuk e kupton këtë, mbetet pas, i burgosur në boshllëkun e mosveprimit të vet, i ndjekur nga mungesa e një pranie që kurrë nuk e ka vlerësuar vërtet. Jeta jote bëhet mesazhi përfundimtar. Ti nuk je më e disponueshme për pasiguri, për gjysmë përpjekje, për mos përputhje. Ti je e plot, e tëra dhe e pakthyeshme vetvetja. Dhe pikërisht kjo më shumë se çdo fjalë, çdo dramë, çdo shpjegim ndryshon gjithçka.